A keni ditë që zbutësi që përdoret për pastrimin e rrobave mund të jetë armiku kryesor i shëndetit tonë dhe i lëkurës tonë. Shumë njerëz ankohen për kruarje të lëkurës, për irritim të lëkurës, për tharje të lëkurës, për myk në mes të gishtrinjeve, aq sa përshkruajnë që kur këmbët djersiten është e pamundur të mos ndalësh diku edhe të vazhdosh fuqishëm me kruarjen e tyre. Ankohen edhe për frymëzënie gjatë ditës e për vështirësi me gjumë gjatë natës. Edhe të gjitha këto mund të jenë pasojë e përdorimit të zbutësve të rrobave. Zbutësit hedhen në shpërlarjen e fundit në lavatriqe dhe për pasojë ata nuk largohen nga rrobat edhe nëse ato lahen në 90 gradë edhe nëse ato hekurosen. Kimikalet që përmbajnë dhe substancat aromatizuese dëpërtojnë thellë në lëkurë duke shkaktuar kështu alergji e për pasojë frymëzënie edhe deri tek kruarje të fuqishme të lëkurës. Çudia më e madhe është përdorimi i këtyre zbutëseve edhe për rrobat e brendshme e për çarshafet në të cilët flejmë. Edhe përkundër faktit që në çdo paketim të zbutësve shkruan edhe bëhet thirrje që të mos përdoret për rrobat që kanë kontakt të drejtë për drejtë me lëkurën. Dikush mund të thotë që është e pamundur me pastru rrobat pas zbutës sepse ato janë të ngurta. Uthulla është zavendësuesi më i mirë i zbutësit. Është ekologjike, është ekonomike dhe nuk e ka asnjë efekt ansor. Mund të mos e ketë të njëjtën aromë siç e kanë zbutësit, por megjithatë më e rëndësishme është të ruhet shëndeti sesa një aromë e mirë në shtëpi. E nëse dikush e ka të pamundur të pastrojë rrobat pa zbutës, të paktën ta kursej veten për rrobat e brendshme edhe për ato që kanë kontakt të drejtë për drejtë me lëkurën. Mos e shkatroni shëndetin në emër të Zojllakit.